Miqtë e mirë, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasi për herë të parë për një ngjarje shumë të rëndë që ka tronditur opinionin publik, pikërisht me datën 30 gusht të vitit 2022. Bëhet fjalë për familjen Muskurti, bëhet fjalë për ekzekutimin nga vllai i vogël, nga Arseni përkundrejt Dritanit, vllait më të madh. Nëna e dy djemve për herë të parë ka thyer heshtjen dhe do të flasi jo vetëm për datën 30 gusht 2022, atëre kur nuk u parandalua kjo ngjarje, do të flasi se çfarë ka ndodhur në këtë familje me njëherë pas vdekjes së bashortit të saj, pse u agravua deri në ekzekutimin e jo vetëm të djalit të saj Dritanit, por edhe bashortes së tij të ndjer për të lënë pas 3 fëmijë jetim, të cilët sot rriten nga gjyshrit nga ana e nënës. Ndërkohë kjo zonjë do të flasi se janë bërë disa denoncime her pas here, edhe atë ditë ka pasur një denoncim, por askush nuk mori parasysh atë çfarë do ndodhte në familjen Muskurti. A ka qenë pikërisht Arseni për vetëmbrojtje në ekzekutimin e vllait të tij, kanë qenë çështjet e pronës, ashtu siç është diskutuar gjatë në media asaj kohe, por edhe në muajt në vazhdim. Ditën e sotme ka thyer heshtje nëna e dy djemve. Njërin e kanë varë dhe tjetrin vetëm përpara pak ditësh është dhënë nga gjykata e shkallës së parë pikërisht dënimi me burgim të përjetshëm, duke lënë pas edhe 7 fëmijë të tjerë të tij dhe bashorten, të cilët jetojnë shumë pranë nënës Arsenit. Për këto dhe shumë detaje të tjera na njeh pikërisht materiali i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Një krim i rënd në familje tronditi kryeqytetin mesditën e 30 gushtit të vitit 2022, kur Arsen Muskurti hyri brenda agjencisë turistike dhe qelloi për vdekje me armë të vllain dhe kunatën e tij. I pyetur për ngjarjen e Arsen Muskurti, asaj kohe u shpreh se drejt vrasjes e quan problematikat e vazhdueshme me vllain, të cilin e akuzoi se shantazhonte atë dhe prindrit prej kohësh. Ai deklaroi se ditën e ngjarjes së rënd i kishte mbritur një fletëthirrje nga gjykata, pasi i vllai Dritan Muskurti kishte kërkuar urdhërmbrojtje prej tij. Autori i dyshuar pretendonte se me të vllain ishte në proces gjyqësor për një shumë të konsiderueshme parash, ku kishte kërkuar ekspertim të firmës me pretendimin se ja kishin falsifikuar. Ditën e sotme thyen heshtjen për herë të parë nëna e viktimës dhe autorit. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studio. Dikur ishte në faqen e parë si një biznesmen i fuqishëm tek revista e përmuajshme Psikologjia. Ju e shikoni këtu është 37 vjeçari i asaj kohe, Arsen Muskurti, i cili nga një biznesmen dhe dilte në faqet e para të revistave shumë prestigjioze si Psikologjia, tashmë është autor i ekzekutimit të vllait dhe të bashkëshortes së këtij të fundit me datën 30 gusht 2022. Me mua në studio është zonja Kadrie. Zonja Kadrie, faleminderit që je me mua në studio, Muskurti. Faleminderit nga ju. Në fakt, duhet të t'japim ngushëllimet e drejt për drejta, edhe pse kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur ka qenë në familjen tuaj në momentet e para të ngjarjes, është pritur nga një familjar i juaj dhe ju në atë kohë nuk keni dashur të flisni në media, por gjithsesi keni gjetur guxim kur ajo sot të jeni në këtë studio për të folur për djalin që dikur ishte në faqen e parë të revistës Psikologjia dhe vetëm përpara pak ditësh është dënuar me burgim të përjetshëm për ekzekutimin e të vllait Dritanit, edhe bashortes së tij. Ata lanë pas 3 fëmijë, të cilët sot janë në kujdesin e gjyshërve nga ana e nënës. Më lër të prezantoj edhe panelin dhe do ta jap me njëherë fjalën Gjeni Londo, avokate, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Në krahun tënd Lindita Hoxha, psikologja jon, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Zonja Kadria, unë dua të ndaloj pak nga momenti i 6 qershorit 2014 ku ka ndruar jetë bashorti juaj, 5 vite e gjysëm, denoncime mbi 30 thoni ju. Ndërkohë unë mbaj në duar edhe foto të cilat nuk do doja t'i shfaqa sepse është edhe viktima, ku Dritani, viktima, shfaqet duke parandaluar, nuk e di kush janë këta 2 fëmijë,
Nuk janë fëmijë, janë shitësit që Janë shitësit e dyqanit, që ai ka dashur të qëllonte Arsenin, po? Të mos ngjitet ka të dytë për të qelluar të vllajin. Të vllajin. Pra, ka tentuar viktima të qelloj autorin... Viktima, po. Atëherë, le të flasim pak, si u përjetua nga ju, çfarë do mban shmënti nga 30 gushti? Thash, masi ndroi jetë bashorti, pa bërë vitin bashorti, ky filloi të shkonte shumë keq me të vllaj. Djali i madh, viktima. I madhi, Dritani. Po. Me Arseni. Ishin shumë gjëra të ndodhura, peripecive, kështu mundoja. Po pse deri në atë kohë si shkonin? Shumë mirë kanë qenë. Shumë mirë, domethënë me perspektivë të vogla, po i sheshonim brenda për brenda. I sheshonim se ishte pse ky konflikt midis djemve të tu, se ti je nëna? Bashorti i gjallë. Dhe bashorti që nuk jeton, i thoshte sa herë, nuk e di si punon, ti Arsen, i drejtoheshte, me këta, se ky është i vështirë. Ai e pranonte edhe vetë, jam i vështirë, thoshte, viktima. Jam i vështirë, thoshte, po Arseni punon me mua se është i qetë dhe i duruar. Dhe them që unë të 2 fëmijë kisha. Ky ka pas një durim të jashtëzakonshëm, një qetësi të jashtëzakonshme. Arseni. Thoshte dhe unë pranaj punoj se ky është i qetë dhe i duruar. Autori ka qenë gjithmonë i qetë. I qetë shumë. Ai ishte i vështirë. Po ky thoshte, hajtë se e kam vlla, hajtë se dështrohet, hajtë se e kam vlla. Më i madh ishte. Të riqeshte gjithmonë se ishte më i vogli, të riqeshte. I lëshonte pej, themin eve. Më pas, filloi duke sharë në sy të shitësave, në sy në dyqan, dhe më thanë, e poshtronte të vllajin në shumë gjëra. Ju kishit biznese? Kishin kompani humre, quhet, që çojnë njerëz në Mekë, jo haç, se haxhin e ka komiteti, po këto e kishin humre dhe 9 muaj rresht kjo kompania çonte njerëz në ritualin e të humres. Po, dhe kush punonte aty? Dhe aty e kishin të përbashkët biznesin. Edhe këtë kompanin, edhe këtë biznesin parfumeri, kozmetik. Po. Ky po still është e jashtë mase keq me të vllajin. Sa kur tenton këto që tregova, djali e kallzoi, Arseni, bëri kallzim polici. Pa ty duket që në fotot e shkrepura që unë i tregova nga larg për shkak se kemi fytyrën e viktimës. Pikërisht. Aty duket që viktima ka dashur ta qellojë dhe punata, pra bashortja e Arsenit, i ka vënë duart mbrapa. Kjo është bashortja e Dritanit. Pra, bashortja e ndjera dhe ajo. Ka vënë duart pas edhe çfarë bën? Shikon si vriten vlla me vlla? Edhe nuk afrohet që ta ndaloj burrin. Po, dhe aty janë në fakt punonjësit, thua ti? Këto janë punonjësit që i kanë mbuluar me kapuç. Çfarë fshe viktima aty në moment? Ka pasur armë për ta qelluar të vllajin? Nuk e di. Mund të ketë pas bajonetën, se di, se ajo ka qenë bajoneta fikës, nuk e di si çuni thot bajonet. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Sa para 30 gushtit? Jo, kjo ka ndodhur përpara në 2017. Në 2017, pra këtë po flasim, sa përpara 30 gushtit? Do me thënë, 3 vite pas vdekjes bashortit tua i bia. Bashorti me 2014 dhe në 2017 ka ndodhur. Ju keni 30 denoncime për këtë rast. Është marrë urdhër mbrojtje, është marrë masa ndaj të ndjerit Dritan? Jo, prandaj tham, i keni të shkruar te materiali, po nuk është marrë asnjë masë. Si ka? Dhe për një ditë janë bërë 2 kallëzime. Po? Zënjavis. Janë bërë 2 kallëzime dhe në para dite dhe unë erdhi në shtëpi Dritani bashkë me bashorten dhe më thanë mua djali jot më ka denoncuar. Po pse i thashon? Nuk e di tha, po ti thash. Po ti thash i kujt je? Po. Nuk më kthevi përgjigje. Tha më ka kallëzuar, tha djali. Ndërkohë, bashortja merr këtë shitë, si njëri nga këto shitësët, me në telefon ne kishim komshi. Po. Edhe i thot ai, a është e vërtet, kjo i drejtohet Aldo, do flasësh, e di si do flasësh ti. Dhe më thanë, po të mori policia si dëshmitar. E din ti si do flasësh. Pra, ti isha aty e pranishme? E pranishme në shtëpi. Në shtëpi ishin këto fjalë. Kur u bë kjo telefonat nga ndjera? Nga ndjera, po.
Edhe marçantën unë pra dhe dali unë, iki, marrë një taksi dhe iki te dyqani Islam Halla, te rrugë e Kavajës. Gjej Arsenin te zyra. Ishte vetëm. Thashë, ma si është puna? Ma sjeroj, djali. Këtu, tha. Djali i kishte hequr të drejtën se ishtin ortakri. Po. Se i qonë një mesazh, në telefon djali ishte në Arabi atëherë, i qonë një mesazh, i thot, o vllai, gjeta gabimin, thot, që ti kishe të drejti, thot, gjeta gabimin, thot. Arseni i thot Dritanit? Apo Dritani i thot Arseni? Pra, viktima i thot djalit vogël, autorit, po? E gjeta gabimin e kishin pas për parasysh të folderi, se kuptoj këto. Po ti lexon mesazhet aty? Po, të folderi kishte qenë gabimi që ti do m'japësh një dark ose një drek të fort, se të kam 97 milion lek. Pra, ja kishte borx. Ja kishte euro. Euro. Po. Në atë kohë, ja kishte borç. I tha, po unë s'kam dyshuar të ty, i tha të vllai, prap ky. Pa mësi se çfarë s'bën te vllai, ky prap i thonë të unë s'kam dyshuar asnjëherë të ty, i thoshte. Vllai. Po mirë, thos se kur të vit takohemi. Qartë. Në rregull. Dhe mbas kësaj pastaj çuni e hoqi nga ortakria. Po. Derisa ai nuk ishte, domethënë, i sinqert në ortakri. Ja u që të drejtën firmës, do punoshta, do punojmë bashkë, do punosh bashkëta, po nuk e të drejtë firme, se nuk e di tha çfarë bën ki me firmën që kishte të drejtë të vente firmë dhe për Arsenin, dhe nuk di se ç'do bënte në dokumenta. Qartë. Edhe ja hoqi ortakrin. Ndërkohë që ja hoqi ortakrin, ky u acarua dhe e bëri këtë veprim, që janë fotot. Me bajonetën, që janë fotot. Pa. Kur ka ndodhur si ngjarja ajo? Datë nuk ma i mend, është e shkruar aty te kallëzimet. Por ai nuk mori asnjëherë urdhër mbrojtje Arsenit. Asnjëherë, edhe pasi kërkoi, dhe shoqja kërkoi, edhe shoqja Arsenit. Asnjëherë nuk mori urdhër mbrojtje. Po si ka mundsi? Më vjen keq të flas, unë jam nëna dhe mos qofsha me këtë tragjedi që kam kaluar. Ai e bleu drejtësinë me lek. Ato ju bie blen vdekjen me lekë të dy. Se tashit, ti e gjithë këto kallëzime, mos merret një mas të parandalohesh. Mëmi të kishë bërë burgë dhe ajtë viktima. Dhe më thanë, dhe sot mos kishim arrit këto. Në këtë 4 orë që jemi. Pra, acarimi ka qenë thjesht për prishjen e ortakërisë në bizneset tuaja të përbashkët. Gjithmonë ishte i acaruar, po këtu A mund të më thuash vetëm me një fjalë? I kujt ishte biznesi? Se të pyeta pak më përpara, the familjar. I dy djemve përfshirë edhe ty, apo vetëm i dy djemve? Jo, biznesi ka qenë, biznesin që e hapi Arseni. E mori vllajin për ta mbështetur. Po. Dhe e bëri ortak. Pa financuar asgjë i vllai. Dhe prap në mesazhe aty thuhet që i kishte 97.000 euro borx. Pa financuar. Që duhet t'ja jepte. Që duhet t'ja kishte dhënë, po. Duhet t'ja kishte dhënë. Po, Por që nuk ja dha kur. I vitit 2014, pa vdek. Po, nuk u dha kur. Ju ishit bashkëpronar në këtë biznes? Jo. Asnjëri nga prindrit? Jo, asnjëri. Ishte i gjithë kontributi i autorit, i Arsenit, i djalit të vogël? Po. Gjithë kontributi ka qenë i Arsenit. Duke qenë se ju keni bërë, pra ti thua që Dritani ndjeri së bashku me bashortën ka mbledh drejtësinë dhe asnjëherë edhe pse ka dashur ta qelloj me bajonet dhe aty janë të gjitha fotot, të gjitha dëshmitë dhe komisariati përkatës, më duket Treshi në mos gaboj? Treshi, komisariati numër 3 nuk ka marrë asnjë mas. Ti thua që duke bler drejtësinë me para, duke bler shiko, çështja shkonte deri në prokurori apo mbyllej në komisariatin numër 3? Disa shkonin, disa nuk shkonin. Disa shkonin dhe pra, fajtor nuk është vetëm komisariati, po është edhe prokuroria. Po, patjetër. Pra, për të ndjerin asnjëherë nuk është marrë asnjë mas. Në qoftë se ai do ishte pas hekurave, do kishte shpëtuar jetën e tij dhe të bashortës. Dhe unë sot kam dalë dhe në gjykatë që kam folur. Po. Djemt mua mi vrau shteti. Do ndalojmë pak të 30 gushti dhe më pas marrim në analizë se ti vrau shteti. Edhe këtë të fundit unë, që tash për këtë, vajtat e djali. Sqarojmë si është puna, i thash unë të riqe kallëzimin, me që s'ka ndodhur gjë, se jeni vlezar. Si isha nën,
Po. Më ndëgjoje të roqë. O ma është tepër e vështirë. Unë rrezikohem thoshte nga ai. Unë rrezikohem thoshte, unë nuk e di se po e përballoj. Çfarë nuk i fliste brenda në dyqan së punëtorëve, ta pashtronte të vllai. Po se çfarë kishte në këtë mes që ai të pashtronte të vllain, që kush ishte Arseni, kush ishte i vllai i tij, që të krenoheshte. Jo ta poshtronte, të krenoheshte me të Po vllain. diçka ka pasur, që i bëri nuk e di biznesmen. çfarë ka pasur, një gjë ka pasur. Ai ishte shumë xhelos. Po nga buronte kjo xhelozi se ti ke rritur të dy ata. Ai kishte shumë xhelozi, se Arseni ishte shumë i zgjuar, i shkathët, i shkolluar. Unë 2 herë i çova këto bashkë me nusën në shkollë të lartë dhe nuk e lanë 2 herë shkollën, janë bërë ta gjysmë me diploma, tha janë bërë ta. Po ju lutemi, thosha, bëni shkollat, i keni diplomat në xhep. Sot jeni me biznesin, nesër ndoshta si jeni, paktën të keni shkollat, keni zanatet. Unë kam qenë vetë, ka punuar 47 vjetë dentiste. Burri ka qenë ushtarak, Ministrin e Mbrojtjes në auditim. Dhe thoja, arsimi duhet. Pastaj se çfarë bëni juve është puna juaj. 2 herë i kam regjistruar, 2 herë e lanë shkollën. Dhe luftonin këtë, Arsenin bashkë me të shoqe. Shoqja di 4 gjuhë, e luftonin pse dhe ajo mësonte, pse shkonte në kurse. Tjetë kjo arsyeja e vërtet thua? Xhelozia e të mërshme, ai ka pas xhelozi. Unë edhe kur i kam darë, unë i kam darë të 2 djemë, nuk nejta me asnjë djalë, që kur ishte bashorti. Për xhelozin se unë me njërin do isha mbështetur. Po të rria me të voglin, se në dibranat e kemi që rri me të voglin, si tradit. Flas? Thoja të mos bëhet xhelosi, thoja burrit me asnjërin. Mirë, unë do të ndaloj të kjo pjesa e xhelozisë, tek burimi i kësaj xhelozie, tek mënyra se si janë rritur ata 2 djemë dhe si i keni edukuar, dalim te kallëzimi, e tërhoqi. E tërhoqi kallëzimin. Unë kisha thirrur dhe vllajën këtë që keni takuar juve. Po? I thash të vish urgjentisht në Tiranë. Po, ai ishte në Mamuras. Po? Erdhi ai. Do vishte dyqani jo të shtëpia. Erdhi të dyqani, duke biseduar dhe vllai me Arsenin, vjen ky në shkallëve ka unë gjitur lartë, ka 2 se vite dyqani si 2 katësh, dhe merr laptopin që ishte, që po punonte Arseni, dhe e gjuan kështu. Pastaj fillon me grushta me shkelma. I thash unë, çfarë të them unë tani si nanë? Nuk di çfarë të them. Unë erdha për të tërheqë vllai kallëzimin dhe tërhoqi. Çfarë të them unë si nën ty tani? Atëherë Arseni ka zbritur poshtë dhe ka marrë policin rajonin 3 përsëri në telefon. Kam shkuar edhe unë pastaj atje që më morën në deklaratë policia dhe vetëm i kam thënë, shkruaj në fjalë të mira aty se jem mes 2 zjarrit. Këtë djalë. E kam. Nuk di çfarë të them. Para ditë tash nuk kam ndodhur aty. Që të them se ndodhja, për shembull, siç ka qenë, vetëm janë fotot këto dhe USB-ja që është. Dhe djali nuk e dorëzoi USB-n. Në atë kohë se e ka vlla dhe toleroi, po shteti nuk mori asnjë mas. Për këtë ngjarje flas. Mirë, këtu jeni bashkëfajtor dhe ju me shtetin. Duke qenë se ti si në nuk mbajte qëndrim, të ati që e kishte vërtet gabimin, duke qenë se autori i ngjarjes së 30 gushtit, Arseni, djali i vogël, nuk dorëzoi pamjet, po i dorëzoni ju sot, nuk dorëzoi USB-t, veprimet që ata, burrë e grua, se sot janë të ndjerë, duhet i kërkojmë ndjesë dhe familjes së bashortes së Dritanit, sepse familja e Dritanit jeni ju, por edhe fëmijëve të Dritanit. Pa më lufton të mua djali se ti bën më shumë për Arsenin. Unë bëja për Dritanin, se thoja ky është i shkathët, është i zgjuar, dhe arrita me përfundimin që t'i ndaj në biznes. Mbas këtij skandali ju i ndatë në biznes, po. Nuk donte me nda, dhe pse e ndava e luftoja që shumë. E ndava dhe e luftoja që shumë. Thash ka marrë fund kjo punë, do të ndaj në biznes, thash unë, me ty nuk punohet. Dhe njerëzit që ju flisja dhe njerëzve ashtu thoshin, nuk kemi që vëmë Kadria, ishte tepër i vështirë. Sot nuk flet kërkush që të disponojnë, të flasin, që ishte i vështirë, si person.
E ndërpresim pak se jam e detyruar të dalë në hapësirë publicitare, do dalim se çfarë ndodhi mbas ndarjes së biznesit. Megjithatë unë them që bashkëfajtor në parandalim mund kesh qenë dhe ti dhe autori i datës 30 gusht derisa çoi në ekzekutimin e të vllajt edhe bashortes, edhe një herë ndjes familjes së bashortes, sepse mund të na ndjekin drejt për së drejtë dhe ato kanë të drejtë të flasin çfarë kanë ditur në lidhje me këtë situatë, por edhe fëmijëve se kanë mbetur dhe pa nënë edhe pa baba, të 3 fëmijëve të çiftit në fjalë, ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi në studio në pjesën e dytë dhe vazhdojmë dhe me pjesën e tretë më pas. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë. Ditën e sotme po flasim për një ngjarje të rëndë që është diskutuar shumë në media, por jo nga protagonistët kryesor të ngjarjes. Bëhet fjalë për datën 30 gusht të vitit 2022 tek rruga e Kavajës apo në rrugën Myslimshyr, diku vllai ekzekuton vllain, por edhe bashkëshorten e këtij të fundit. Bëhet fjalë për vëllezrit Muskurti, nëna e këtyre dy vëllezërve ka thyer heshtjen për herë të parë mbas kaq kohësh, kur gjykata e shkallës së parë vetëm përpara pak ditësh ka marrë vendimin burgim të përjetshëm për Arsen Muskurtin. Ajo po tregon për mosmarrveshjet dhe është një krim që duhet ishte parandaluar qoftë nga komisariati numër 3, qoftë edhe nga prokuroria e Tiranës, por mundet që edhe autori tashmë i dënuar me burgim të përjetshëm në qoftë se do kishe dorëzuar pamjet filmike të biznesit ku kohë më parë kishte shkuar së bashku me të shoqen pikërisht viktima, të dyja viktimat në fakt, duket në foto se si bashortja e të ndjerit, e ndjer edhe ajo, me duart pas, rri dhe shikon se çfarë po ndodh midis vëllezërve dhe janë pikërisht punonjësit e biznesit që kanë parandaluar ngjarjen ku viktima e 30 gushtit, Dritani, do të qëllonte me bajonet të vllajin. Janë pamje shumë të rënda në fakt, unë thjesht tregova fotografit se po mundohem t'ia shpjegoj me fjalë të thjeshta edhe publikut, i cili është interesuar, por besoj edhe institucioneve. Dua të ndaloj pak në ndarjen e bizneseve. Kur është ndar biznesi dhe kur ka ndodhur ngjarja? Se më duhet të ndaloj tek ngjarja. Që më kujtuam? Po. Diçka djali ja tregon a shefit policisë nuk e di, fotot. Kush djali? Arseni. Arseni. Dhe i thot ai, lëre thot se më prishi shumë punë mua, shqyqy që ke shpëtuar. Dhe që unë ju të rojq për të mos i qu videot, pamjet dhe këto, më kupton. Këto pamje janë shqyrtuar tashmë në gjykat tek dënimi i Arsenit? Fare. Nuk janë shqyrtuar. Fare se janë shqyrtuar. Prandaj unë desha që t'i bëj publike gjëra. Po njerëzit do mendojnë që ju po justifikoni vrasjen në një farë mënyre. Jo, nuk justifikoj, se unë i kam vojtur, i kam përjetuar unë bashkë me autori, bashkë me Arsenin. Nuk është se do t'a luftoj atë që s'është. Ti nuk e kënaqur me dënimin, besoj, me burgim të përjetshëm. Jo. Ti nuk e prisje fare burgimin e përjetshëm? Me gjëra që mua më ka ndodhur, dhe mua të ishte që Arseni ishte fajtor plotësisht, nuk kishin ndodhur gjithë ato gjëra që ne i kemi përjetuar, unë Arsenit zëris do t'ja ngjoja. As telefon s'do t'i telefonoja. As ta shikoja jo. Ti shkon e takon në burg, besoj, jo? Në para burgim. E takon. Ndërkohë që një kaci për te rri bashortja me 7 fëmijë, apo jo? Jam e vrarë. Je vrarë. Se që kur e ndava në biznes, e ndava më mirë Dritani. I dhe më shumë viktimës? Po Dritani më luftoj aqë shumë mua si në. Sa unë nuk e di, thoja, se qëpar kam rritur. Unë të 2 fëmijë kisha. Nuk bërë asë njerë dalim. Ky zotria këtu që shohim, dhe që është dënuar me burgim të përjetshëm nga ky biznesmeni i faqeve të para të revistës Psikologjia, është shpenduar, ke shkuar... Është shpenduar. Shpenduar, çfarë thot? Është shpenduar dhe ka shkojtur dhe vetë avokati aty që nuk i mendova pasoja, po këto kaluan depresion të 12 shoqe. Këto kishin 3 muaj që meshin ilaçe depresiv. Unë nuk dija gjë. Janë pasqyruar këto në vendimin e gjykatës? I ka pasqyruar avokati. I ka pasqyruar të gjithë. Dhe më thot mua çuni para se i ndava. I dhash biznesin më fitim prurës Dritanit. Kompanin e humres. Po. Që çon njerëz në Mekë. Po. Dhe i dhash dyqanin e Bler
që e këshim bler bashkë dhe ja dash Dritanit. Arsenin e lash me dyqan me qira. Dhe këto produkte parfumeri kozmetike, këto bimjekësor që kish. Që kur e ndava në biznes, a i nuk thoshte gjë tjetër, se s'doshte të ndaheshte. Luftova një muaj që ti mblitja t'i ndajen, nuk donte me unda, dhe thoshte, unë do t'a gropos, do t'a fundos. Fjala e ti kjo ishte, do t'a gropos, do t'a fundos. Do t'a gropos, do t'a fundos. Përse i thoja, vlaj të bëri, deri këtu ku je, pse Orbire lufton kaq shumë? Po. Unë kështu do të them. Edhe mora unë dajen tim, quni daje, se dajem ka vdekur, vlajnë tim, kunatin. Ju thash nuk i kam punët mirë me fëmijët. Luftova, por nuk po ja dal dot. Ai është tepër i vështirë, nuk më dëgjon. Erdhën këta. Erdhi ky dhe që të dera e dhomës që do futeshte, ju drejtua. Ti nesër e ke vendin në Shishtufin. Arsenit ju drejtua. Dhe dole unë të dera. Tash, për çfarë thua mu Alban? Thash se unë Albane ka pas emrin. Okej. Çfarë thua mër? Albani tash. Ti. Tash i thua nënës në sy që vendin e ka nesën në Shishtufin. Po qatë po bën mër ti, fëmi. Po të bëri biznesmen, të ngritin në biznes, të mori nga Italia. Ku isha atje? Hiku, nuk u fut që të fliste me ato që kishin ardhur për t'i ul gjërat. Jo. Mora 2 shok të burrit. Thoja nga mosha do t'ja ketë pak hatrin. Po. Mora dhe ato folën mirë, i folën shumë rënd viktimës. I folën dhe Arsenit aty ku kishte për të folur, normal. Po i folën rënd viktimës, që ishte dhe më i madhi. U afruan, u ashuj, u përqafuam, i kam zirë nesër për drejt, në Durrës i kam quar. Jo, më thanë, jo, më keni bërë punë shumë të madhi, thashu. S'është asgjë dreka. Dhe i tha njëri nga shokët e burrit, i tha, bëni një foto, ti Arsen bashkë me Dritanin, dhe nëzirë e tha në Facebook, foto. Them basi ta nëzish se ju vlezër keni qenë dhe vlezër jeni. Dhe në rregull ashtu bëri Arseni, dhe vete nesër në mëngjesun, të shikoj gocën që kishte pa qef Dritani, tash si është vajza, tha, më mirë është, dhe mu drejtua mua po këshu me ton, nusja. I thua i tha Arseni ta, të heqi fotot ta nga Facebooku. Po pse i thash me mamun? Tha se i flasin shokët Dritanit. Thash po mua s'më duhen shokët e Dritanit, mua më duhen fëmijët e mi, mua më duhen djemët e mi. Nesër i thash ti të duhet djali jot, apo të duhen shokët e djalit. Unë tha kështu po të them, me urdhër. I kanë shpejtime. U mërzita shumë. Dhe ky filloi luftën në biznes ndaj vllajt, hapte magazinën, dhe që e ndava, dhe i dha shpinë. Dyqanin ja dhash, që Arsenin i dhash me dyqan mirë qëra. I dha shpinë 2 kaçe. Dritani. Arseni është me një shpinë 1 kaçe. Dhe filloi hapte magazinën dhe e merrte mallin dhe e shkilte me këmbë. Me këmbë. Kishte 3 javë që ja mbylli magazinën të mos merrte mall në dyqan. Jam detyruar të marr dhëndrin e kunatit. Të lutem, i thash se më tha Arseni, do merresh vesh ti o ma, apo të merrem vesh tu? Kisha frikë se do zihen dhe thoja do merrem vesh mami. Lërmëroj dhëndrin e kunatit, të lutem, thash hajde të shtëpia, tha do vi nesër, të lutem, thash hajde sot. Erdhi ai bashkë me gocën e kunatit. Tha si është puna, thash, e nxorë unë o borë, thash, e shiko si e kanë gjithë makinën, thash, të magazina, që ishte qepeni i mbyllur. Thash nuk e le vllajnë të marrë mall, të magazina. E morin telefon që të vjen. Kam punë, tha, justifikoshë që s'donte të vinte. Dëgjoj këtu, tha,
Unë ka marrë për atë të mamita, ti duhet vish se zbënta të bisedojmë ta. E erdi pastaj, i folja, i tha, atë ka ndarë mami, thamë biznes, pse nuk e le vllajën të punoj? S'kishte qa fliste, se nuk e lente. Tha, shko hap tani, tha, hap tha magazinën, tha, të marrë vllaj, tha, mallin të punoj, se ka tha 7 fëmijë tha për të rritur. 6 kishte në atë kohë. Ka tha 6 fëmijë tha për të rritur. E hapi. Prap filloi prap me veprimet të tilla. Atëherë Arseni u detiru kalçeton që bëri për fëmijët të Lozin, se me që ishin shumë fëmijë, 3 atia, 7 ton, do të Arsenit, bëri një kalçeton në obor. U detyru kalçeton e bëri magazin. Po. Nuk kishte se ku ta mbante mallin e dyqanit. Po. Shkonte në dyqan, hiqte kamrat e dyqanit. Po. I çonte të shoku i vet. Detyroje merja unë motrën time kam peshkopi. Lutem merë në telefon dritanin, shkoj të çoj kamerat e dyqanit. Zonja Kadrije, po flasim vetëm në lidhje me viktimën, me djalin e madh, me dritanin, i cili u ekzekutua së bashku me bashortën. Ju, po kur them ju, flas edhe ju si nën, por edhe Arseni. Me gjithë këtyre gjërave që ai ka bërë dhe që ju i pasqyroni shumë mirë dhe i keni çuar prova dhe në gjykat, çfarë keni bërë? Pra, jeni kundër përgjigjur ndonjëherë, se unë nuk e kuptoj që nga hiçi, nga një xhelozi kaq e madhe. Ishte xhelozi të tmerrshme. Dakor, pra, po mos ta themi kështu këtë xhelozinë, se dua ndaloj edhe ke xhelozia, se ti je nëna. Tani, çfarë i ke ushqyer njëri dhe çfarë i ke ushqyer tjetrit, dhe pse është xheloz djali i madh, do ta flasim edhe këtë gjë, pse e morët nga Italia, çfarë ka ndodhur në Itali me viktimën. Atëherë, ju nuk keni bërë asgjë përkundrejt tij, që ai vazhdimisht bënte këto gjëra. Nuk ka pasur provokime, mendon ti, as nga Arseni, as nga bashortja, as nga ty si nën. Ai i gjeti gjitha gjërat gati. Vetëm kaq keni bërë ju? Jo, kemi bërë, dhe më thënë, bëra, i dhash gjitha të shtëpi pa financuar. E martova pa financuar, e martova 3 për 1 vjetë. Shkaqet e gjithë këtyre gjërave që po mi rendit, se nuk kemi dalë akoma ke 30 gushti. Pastaj. Më duhet të dalë të 30 gushti. Ai gjithë debati ka qenë dhe gjithë lufta me të vllajën, pse ndava në biznes, nuk doshte me unda në biznes. Gjithë jo ka qenë lufta. Dakord. Nuk donte me unda në biznes. Jemi dakord, deri këtu se ti e the. Por, po më rendit shumë gjëra, thira këtë, bëra këtë, dhe ke thirur dhe ke konsumuar gjithë njerëzit dhe shumë mirë, sa mirë që i ke ata njerëz për t'i konsumuar. Por, dua të di, ju nga ana juaj, duke të përfshirë ty, por dhe Arsenin, autorin, djalin e vogël, nuk i keni bërë asgjë këtij djali? Zotit ndoshta, Zotit madh ndoshta. Jo, për të provokuar të gjitha këto episodet që ju më thatë, jo ndarjen e biznesit, ose diçka tjetër. Për çfarë ti hyja, kur të hyja në hak, ti fëmije, po? Unë Arsenit i kam hyjë, jo Dritanit. Arsenit po. Jo Dritanit. Po mirë pra, se në gjuhën psikologjike do ta flas pak me psikologën, duke mbështetur njërin krah. E kupton, duke mbështetur njërin krah, sjell xhelozi tek i vogli, duke hapur rrugën dhe pastaj grumbullon gjithë mllefin, pamje të cilat ne i pamë edhe sot, që janë shumë vështira. Ai thotë unë do t'ja lej mamit në dorë dhe çfarë thoja unë bindesh se po mirë, këto para të këtij biznesi të kujt ishin? A mund ta dim neve? Të Arsenit pra. Po ku i gjeti Arseni gjithë këto para djali vogël? Arseni ishte student në Arabi Saudite. Po. Të ardhura duam të dim, sepse janë shifra që ju përmendët dhe janë shumë të mëdha. Atëherë. Punuan 10 vjetë këta. Lekët tash që filloi biznesi. Dy çunat. Po. Jo, unë dua buxhetin e parë për hapjen e Arseni. Arseni filloi një biznesin me çanta. Dakor. Me çanta. Derisa arriti biznesin. Ja shisja unë këtu kur vinte. Më thonë të çoj këtu, ja çeja e bëra unë 9 milion lekë. Ju si prindër keni pas kapital? Ne si prindër... Nuk keni pas? Jo, ne kemi qenë mirë, dhe më thënë nuk kemi pas që të ashu. Kapital, keni pas tuajin për t'ja ndarë djemve? Kapital? Jo. Pasuri, prona? Pasuri, prona, ne kemi bërë shtëpiat edhe shtëpiat ju kemi dhënë. Kaq? Kaq kishim. Ndërsa biznesin e ka ngritur Arseni. Biznesin e ka ngritur Arseni. Okej. Dua të dalë tek 30 gushtit, të lutem se fluturojnë minutat. Çfarë ndodhi? Ti si e mësove ngjarjen?
Ndërkohë që regjia jep edhe pamje të mbulim të asaj dite. Në orën 2 të asaj dite, unë kam shkuar në polici, si ta citova dhe që parë, që një natë para, vetët e Arsenit e shtëpia dhe i them, ha mami, si jeni? Tha, si t'jem, tha, ma mirë vdek, tha. Tha, unë s'dua t'jetoj, tha, ti nuk më ndihmon, ti s'më kupton, tha, unë s'dua t'jetoj. Arseni. Unë esit në mëngjes, me një gocën e dajes burrit, thash, të lutem, thash unë. A njef në i policë shkoj të flasë, thash, gojarisht. Nuk po bëjmë punë as njeri, thash, po bëjmë punë as me kallëzim, as me gjë. Thash, se më ka thënë Arseni, s'dua t'jetoj. Thash, ndoshta do vrasi vetën, këtë më shkon të mendja. Kishte ndodhur diçka përpara 30 gushtit, me 29, me 28, një javë më parë. S'kishte ndodhur asgjë. Ne vetëm kërkonim në shtet mbështetje. Nuk ishte ndodhur në një përplasje fundit. Jo. Po nga erdhi gjithë ky prit, ky kërkon moment delikat i Arsenit. Ja për këtë se është situar dhe aty. Po? Arsenit i shkon një letër thirrje nga gjykata. Nga gjykata për urdhër mbrojtje, dritani, më thanë, kërkon urdhër mbrojtje dritani ndaj Arsenit. Po s'kishte ndodhur asgjë? Asgjë. Ndaj gjithë këto gjëra që bënte ai përpara, ai kërkon urdhër mbrojtje. Po si ka mundësi që një njeri nga hiçi të kërkojë urdhër mbrojtje? Është cituar aty. Diçka ka ndodhur. Është cituar aty. Jo, kërkonte urdhër mbrojtje ai, tashi që të dinte se i bënte vetë gjitha këto që do t'i lexoj, që do t'i themi, dhe për t'i mbuluar këto tashi ai kërkon urdhër mbrojtje. Pra është kundër përgjigjur, thoni ju. Arseni i ka shkuar urdhër mbrojtja, dhe atëherë ka shkuar, ka marrë pistoletën e ka pas me leje, dhe nuk citohet në dokument po që duhet Arsenit një pistolet? E ka pas marrë për biznesin, si biznesmen. Që nuk citohet dhe thot arma është pa leje, dhe këtë nuk e majnë përsipër që arma është me leje. Për në themë duhet të themin të vërtetat, jo gënjeshtrat. Se me gënjeshtra shkuam deri këtu, me gënjeshtra shkoja i deri këtu. Pra, kur mori fletëthirjen që do paraqiteshin për urdhër mbrojtje, tha, unë jam viktima, ai është autori dhe unë tashmë duhet të shkoj të paraqitem në gjykatë. Në vend të kërkoja unë urdhër mbrojtja, siç e kam kërkuar, e kuptuam. Ti si e mësove ngjarjen? Si e mësove dhe si e përjetove ngjarjen? Dhe unë thash, kam shkuar në orën 2 dhe kam takuar një punonjës policie. Të lutem, nuk ka rëndësi, punonjës policie. Në detyrë apo jashtë detyre? Jashtë detyre, dhe të takohen tash. Tha, jo, tha, shko, tha, prit në abort, tha, derisa të dalje, e morën telefonun, doli, tha, ju jeni, tha, Kadria, tha, kushira e filanes? Po, i thashon. Tha, si është puna, tha? Tha, ju lutem, thash, ju lutem. Merën një qunën e matë, ma futën e branda. Thash, nuk e kam punët mirë me atë. Unë e kam sjellë, thash, dhe 1 muaj e 10 ditë për para vetë këtu e kam sjellë, thash, polici, thash. Tha, sa ka qenë data, tha, atëherë, tha, që të interesojmë të deklarata. Tha, kush ka qenë? A i më duket e di që ka pas durim. Ka qenë... Nuk ka rëndësi. Jo, ta kujtoj se kam qenë plazh dhe të nesme si koma nga plazhi. Më duket ka qenë 20 korrik. 20 korrik. I 2022. 1 muaj e 10 ditë pas me ngjarja. Këtë e kam fiksuar. Diku ke 20 korriku. Dhe nuk u morë parasysh fare. Jo. Dhe unë thash, kam shkuar, e qova për ta kallëzuar, kallëzimi im, ka qenë i fundit, dalë në oborun, dhe i them drejqen që i kujtin se ngellit kishte bërë atë vaditjen e luleve nga kati dytë me impjant, dhe ujti gjithë ditën rrithe poshtë meje. Dhe i thashun, drejqen që i ka të orbiri, thashun, ky doli në balkon dhe ma më vjen zorë ti përmend fjallë. Jo, nuk do t'i themi fjallët se jemi në një pash orari që nuk përmendet, por mund t'i nënkuptosh, mund t'i lësh me nënkuptim. Pra të ditë viktima edhe ty për shkak të ujit të ka sharë. Jo sharje, po në sharje t'i kisha këshu si buket djath, që i themin e populloshe. Por atë ditë nuk janë përmbajtur dot më. Shkove në komisariat? Jeta ignorante, me të madhe. Fjallën tjetër nuk mund ta them. Jo, nuk mund ta thuash. S'ma pranore ti ka që ta them. Pas në nuk vjen lejohet. Që ta thot djali im, hindje. Pastaj, mori vazën nga kate 2 që t'ma i the në kokë.
Atëherë janë fut brenda, u mendova dhe dola për shku të rajoni. Tash më pse po shkoj te rajoni, unë i marr në telefon. Edhe i marrën telefon. Erdhen ata. Erdhen te porta. Tash më futën i brenda, thash se te porta ke parasysh lagja dalin njëri mbas tjetrit. Ta çfarë ke zonjë, tash unë kam konflikt me djalin. Ta shikoni, në koment ai, e pa vazo edhe jote. Pra ka tentuar të ditë edhe të dëgjuaj. Pa tjetër, po. Dhe unë pranaj nuk i vura kështu dhe më thanë që të mos shkoja, se në debate sipër ai dhe të dhunonte. Qartë. Dhe të dhunonte. Po s'mi mërë dhe për sipër kërkush këto mëj. Si një visë. Në qartë. Më morën ato. Tha është djali aty? Po i thash. Aty është. E menin telefon, nuk diltën telefon. E menin telefon, s'diltën telefon. Mas i kanë marrë grupin e gatshëm, që të vinë ta marrin me grupin e gatshëm. Atëre ka dalë te porta. Tha, më futu pak brenda ti, tha se tash. U futu në makinë, pastaj ne. Tash pse nuk e morë djalin, tash. Tha, ata se vjen me motor, tha. Tash unë e di që kur vjen policia të merr, nuk pret të vish me motor apo nuk vi fare. Sa orë përpara se të vritej? Ka ndodhur kjo? Një muaj e 10 ditë para kallëzimit. 20 korriku. 20 korriku. Po mos të shpërndahemi, të lutem, se duhet të ndaloj ke 30 gushti. Po, është dalim ke 30 gushti, që vajta unë polici dhe i them. Kjo 20 korriku të mbyll aty? Unë mbyll aty që unë do të kallëzoja dhe i thash unë nuk të U kallëzoj. pa isen ndonjëherë me urdhër mbrojtje? Jo, fare. Po ju ja falnit vazhdimisht vetë, çfarë kërkoni ju nga policia, nga prokuroria? Po smerte masa policia, s'unë se falsha, smerte masa policia. Nuk merte masa policia. Okej. Më bënte mua trurin, dhanë, që unë të mos fjepja deklaratën për kallëzim. Po si mund t'ja u bën Dhe zonja këtë të Kadria fundit, trurin më dhanë? farë, dhe këtë të fundit i thash vetë, unë nuk të kallëzoj në qoftë se ti e pranon fjalët që më ke folur vazhdimisht dhe sot. Ti me mikun tënd policë, ke qenë ambientet e policisë, ke qenë në Edhe obor. unë kam vajtur atë ditë kur thua ti me 30, në orën 2 jam taku me policin, kam fol një gjysore jashtë, tha, o Kadrie, tha, të kam si në nëntime, do të shikoj, tha, problemin, si me pas në nëntime, tha, së më vjen keq, tha. Tha, hik, tha, qetësohu, tha, kam shku në shpi, ullet të patën në novelet të ashu, dhe dola, mora portofolin, dola të blit diçka në lagje, në dyqan. 2 gra, kur të tuja si e more vesh. Po. 2 gra po flisnin, kjo është nëna atyre djemve. Mua më kapi veshi, edhe unë ju ktheva. Thashun, kush jam unë, thashun? Ato ngele njëra me tjetrën, duke folur. Po thash, më tregoni, thashun. Tha, jo, se sa ka ndodhur, tha, në qendër. Atëre unë, o këpu të fare në rrugë. Jam këthyrë mrash pastaj dhe ku kishte këshu mure, më shtetë të shenë për mure, derisa arrita të shpia. Kur arrita të shpia, gjej makinë policie plot dhe kam rënë, në këmbë të një polici kam rënë. Pastaj, s'maj mend ma që bë, dhe kur kam par vetën në spital. Mirë, do ta mbledhim pak veten. Gjatë kësaj hapësirës të dytë publicitare, publicitet, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, natyrisht me komentin e avokates edhe të psikologës, por nuk e di se çfarë ka për të thënë tjetër zonja Kadria, unë e di që kërkon të flasi shumë, ndoshta unë t'jap fjalën zonja Kadria, nëse se konsumojmë të gjithë emisionin brenda këtij minutazhi të sotëm, do kemi bashkë edhe një emision tjetër për të folur dhe për të nxjerrë gjithçka që ke grumbulluar brenda vetes që nga 2014, moment kur bashorti yt ka ndruar jetë dhe më pas ti po i shpjegon me detaje se çfarë ka ndodhur midis djemve të tu, por data 20 korrik i 2022-shit pas ka qenë në rënd përtej ofendimeve, djali viktima i ndjerë tashmë së bashku me bashorten, i ekzekutuar me 30 gusht nga ana e djalit të vogël Arsenit, që është dënuar vetëm përpara pak ditësh nga gjykata e shkallës parë me burgim të përjetshëm, të ka qelluar me vazon e lules. E ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë, gjithmonë për të marrë mendimin e specialistëve tanë.
Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Në fakt, kjo hapësirë publicitare ishte një heshtje totale, jo ashtu siç ndodh zakonisht, që gjatë hapësirave publicitare të ftuarit specialistët diskutojnë me të ftuarën. E ftuara është një zonjë në moshë, e cila në vitin 2014 ka humbur bashortin duke i lënë pas 2 djem. Djali më i vogël, student në Arabinë Saudite, arriti të bënte biznese fillimisht me çanta, të riste kapitalin dhe të kishte biznese të suksesshme dhe më pas bëri bashkortak vllajin, të cilin e solli nga Italia në Shqipëri dhe më pas debatet midis vëllezërve ku prishet ortakëria e bizneseve që ka familja Muskurti në rrugën Myslimshyri dhe në rrugën e Kavajës, solli xhelozinë e vllajit madh sipas nënës, sepse një nën duhet të jetë e paanshme për të dy djemt. Kohët e fundit autori Arseni së bashku me bashorten, prindër të 7 fëmijëve, kishin filluar të përdorin medikamente përkundrejt gjendjes shumë të rënduar emocionale për shkak të jetës së vështirë që ato bënin, sepse vllai i madh, Dritani, i ndjeri viktima tashmë së bashku me bashorten, duke lënë pas 3 fëmijë të cilët aktualisht jetojnë me gjyshrit nga ana e nënës. Ju ra të fikët, më thatë zonja Kadrie, në këmbët e një polici, kur ke mbritur, ke mësuar në rrugë, nga njerëzit të cilët flisnin të njinin, po ti nuk i njeh, shumë e vështirë për një nën ta mësoj në të tillë mënyrë ngjarjen se çfarë ka ndodhur. Ti nuk e di kush ishte vrar, a i vogli, a i madhi, apo edhe nusja, apo edhe ndonjë fëmijë. Atë ditë, një muaj më parë, 10 ditë, ti e tentuar nga viktima dhe e qelluar me vazon e luleve, por viktima edhe kohë më parë me bajonet, ne kemi edhe pamjet, kishte tentuar që tek vllai i tij, tek Arseni, një biznesmen i suksesshëm në fakt. Unë kam revistën Psikologjia, botimi për muajshëm i Panorama Group. Kjo është e maj të 2020-s, 2 vite përpara e pak muaj se të ndodhte edhe ngjarja, nga biznesmen i fuqishëm sot është i dënuar me burgim të përjetshëm. Pra pothuajse ti i ke humbur të dy. Shkon takon Arsenin, është i penduar. Gjithsesi, ti thua nga trajtimi që gjykata e shkallës parë ka bërë, nuk janë marrë parasysh edhe rrethanat rënduese, duke filluar fillimisht me armën. Akoma më shumë. Po, prokurori ka rënduar çështjen edhe më shumë. Mirë, fëmijët e të ndjerit e Dritanit i ke takuar gjithë këto vite? Po, jo. Pse nuk e marr fare me kujdestarinë e tyre? Apo s'ke qenë në gjendje, më the? Hapa gjyq. Por me vonesë. Mas 2-3 muajsh. Po? S'isha në gjendje, dhe s'dija çfarë të bëja dhe ku të shkoja. Po? Nga trauma që kisha kaluar. Po? Hapa gjyqin u dha atyre kujdestarin, gjyshëve nga nusja. Ki komunikime me Krushit? Jo. Se i zhvërar vajza? Jo. I ke ngushëlluar? Nuk pranojnë. Nuk pranojnë. Ke shkuar pranë shtëpisë tyre mos takon fëmijët? I ke shkuar fëmijëve aty ku jetojnë dhe studiojnë? Jo, vetëm me një shok të djalit kam bërë ndërhyrje që të viti takoj fëmijët dhe më kanë thënë, ajo fëmijët e veti ka varros, këto janë fëmijët e vajzës time. Krushka? Krushku. Unë kam kërkuar ndihmë dhe te Krushku. Pa ndodhur ngjarje. Më thoshte nusja, viktima, unë do t'i nxjerr ujë zi kësaj shtëpie. Po pse i thoja unë do t'i nxjerrësh ujë zi kësaj shtëpie? Çfarë të ka bërë kjo shtëpi? Në rahatin që je, 4 muaj martesë, mas 4 muaj unë e lash të jetonte me burrë vet, në shtëpitë vet, të gjitha. I kishte gati. Pra, edhe Krushku që është shprehur kështu, që ajo fëmijët e vet i ka varrosur, këto janë fëmijët e vajzës time. Ndërkohë që janë edhe fëmijët e djalit tënd. Pikërisht. Unë nuk e di, domethënë, në sytë e Krushkut tënd apo të Krushkës tënde se ç'lloj nënë je ti dhe pse të penalizojnë që nuk i takon fëmijët. Ke hapur një gjyq të cilin e ke humbur për fëmijët dhe kujdestarinë atyre fëmijëve, nuk e di pse. E ke humbur edhe pse moshën e ke pasur. Ata nuk e di çfarë moshe kanë, janë më të mëdhenj apo më të vegjël se sa ty, se edhe kujdestaria kërkon. Më të rinj. Janë më të rinj, atëherë me shumë të drejtë, ata pas kanë pasur edhe moshën. Por më duhet të dëgjoj pak avokaten. Të kam dhënë fjalën që do të dëgjoj një ditë për gjitha momentet që nuk e treguar sot. Do vish edhe një ditë tjetër. Desha të më fal.
Pastaj, mbas këtyre neve, e lam që i thash vllajt, thash unë, ta lëri Kadria nuk flasin. Thash, okej, në rregull, do t'i lej. Pastaj filluan me rrjetet sociale, këto e quan djalin. Nga rrjetet sociale. Nga rrjetet sociale. Duke kërcënuar njëri tjetrin, çfarë bënin? Jo, që ti lexosh këto, të luftosh vllajin në moral, është shumë e rëndë. Dhe thonte... Publikonte moralin e Arsenit, Dritani. Dhe thot, dhe a ditë që e kam quar unë në polici, i thash me e ditë çfarë ka telefoni, thash, po nuk kam marrë për telefoni sot, i thash, kam këshar për vete unë. Tha, mua tha... Aty ke mesazhe, të lutem, aty ke mesazhe. Jo, është tjetra. Se di kur lash tjetra. Po, atëherë, mund ta marri fjalën derisa ta gjeni juve? Po, avokatja. Atëherë, Gjeni, është një nga ngjarjet që ne na ka lënë heshtje në publicitet të dytë. Dhe unë nuk di asnjë nga mendimet dhe qëndrimet tuaja. Është qëndrimi i një nëne që mundohet në mënyrë të tërthorë t'i japi jo një të drejtë, por t'i japi momente të lishkuesve për të kuptuar dhe ata çfarë e ka quar një 37 vjeçar të ekzekutonte vllajin, por edhe bashorten e tij, duke lënë pas edhe 3 fëmijë. Në fakt është një rrëfim goxha i rëndë i bërë nga zonja, shumë ngushëllime rreth parë. Në fakt, rasti se si ne na është referuar, se si është bërë qasje në media, është komplet ndryshe nga rrëfimi që sot po bën zonja. Sepse në media, Dritani ka qenë personi i cili është vendosur si viktima, personi i cili... Po, është viktim. Po, pra, viktime ngjarjes, 30 gushtit. Viktime ngjarjes, sepse është qelluar, por në fakt, sipas rrëfimit të nënës, ka qenë një person i cili ishte shumë problematik në marrëdhëniet familjare. Në panelet e diskutuara kjo ngjarje pa prezencën e asnjërit nga familjarët, por ndoshta nga njerëz që i kanë njohur për s'largu apo edhe avokatit të mbrojtës, kjo ngjarje është treguar pak a shumë, por me detaje sot po flitet për herë të parë, që vëllezërit kishin probleme mes njëri tjetrit, që viktima ishte një person që publikonte në rrjetet sociale. Kjo është thënë. Është thënë që kanë bërë publikime në panele, të dyja palët. Se duhet të jem transparente. Pa diskutim. Të dyja palët kanë bërë publikime në rrjetet sociale për marrëdhëniet e tyre familjare. Gjithsesi, por dhe për konfliktet. Dhe konfliktet. Dhe për denoncimet. Baza e të gjithë çështjes është fakti një ndarje në bashkëpronësi dhe në ortakëri. Në fakt, në momentin që është bërë heqja e ortakut, ligji parashikon disa kushte. Pra nëse ata në një SHPK dhe heqja e ortakut do të bëhet vetëm në momentin që ka shkelje të rënda. Dhe këto shkelje të rënda pasyrohen në vendim gjykate. Pra, nëse janë në marrëdhënie bashkëpronësie, ortakërie, nuk mund të hiqet ortaku përveç se kur ai shpreh dëshirën e vet dhe bëhet dhe blerja e kuotave. Në rast tjetër ajo është e palishme. Ligjërisht duhet ishte heqja me vendim gjykate. E dyta, ne jemi përgjithsisht gjithmonë në raste familjare në cilat janë bërë denoncime të vazhdueshme, janë krime të paralajmëruara. Krime të cilat brenda familjes janë shumë të lehta për të evidentuar, por të vështira për të parandaluar, sepse jetojnë brenda një banese, janë brenda marrëdhënie familjare. Megjithatë, pas kaq shumë denoncimeve që janë bërë, normalisht duhet kishte nisur një procedim nga prokuroria. I vetmi denoncim i cilin ka nisë prokuroria rasti ka qenë për sa i përket mesazheve dhe denoncime që janë bërë në rrjetet sociale, por jo për dhunën e deklaruar, jo për tentativat për gjuajtjen e vllajt në ambientin e punës. Kibernetik. Dhe nuk janë quajtur vepra penale, por vepra penale quajtur fakti që ka nisë një proces për vepra penale kibernetike, si që janë në këtë momente dhe ato që janë bërë publikime dhe denoncime të shumta në rrjetet sociale. Ku në të vërtet duhet të ishte marrë masa për këtë lloj... Të mos e pasqyrojmë me Zoom. Regjia, se i kam viktima. Në rregull. Atëherë, në fakt, denoncimi i vërtetë, i cili duhet ishte marrë përsipër nga prokuroria, është tentativa për vrasje që është bërë nga viktima sot kundrejt të personit i cili është autori i veprës penale. Po si ka mundësi pra? Dhe nuk është bërë, dhe nuk e dim se... As urdhra mbrojtje, as gjë. Përse nuk janë referuar rastet në prokurori, ose nëse kanë kaluar nga komisariati nr. 3, apo jo në prokurori. USB-ja nuk u dorëzua, pamjet filmike,
Por në marrëdhënie të tilla familjare, a vazhdon kryesisht kallëzimi, le të riqen këta, le mos jenë bashkëpunues. Okej, atëherë prokuroria mund të nisi procedim penal me denoncim ose kryesisht kur ka indicie ose fakte që mund të kemi vepra penale. Dhe normalisht kjo do të ishte ndjekur që në momentin e parë që është bërë denoncimi, duke marrë thjesht kronologjinë e gjithë rasteve në cilët janë bërë denoncime, të cilat janë të pasqyruar në komisariatin numër 3, sepse në momentin që nis procedimin prokuroria merr të gjithë informacionet, të gjitha deklaratat, të gjitha dëshmitë dhe pastaj vendos pushimin e çështës ose ndjekjen e procesit. Pra, në këtë rast nuk është bërë. Arsyeja pse nuk është bërë ne nuk dim të ta themi, sepse nuk kemi gjë të faktuar. Nuk kemi gjë të faktuar për sa kohë që nuk ka një vendim prokuroria. I vetmi vendim që ne kemi deri tani është vendimi shkallës parë, e cila ka dënuar me burgim të përjetshëm zotin Arsen, i cili është autori i veprës penale. I cili është autori i veprës penale. Gjithë çështja dhe shpresa e zonjës që ka ardhur këtu është që të bëhet gjykimi në gjykatën e apelit. Duke qenë se zonja pretendon që nuk është marrë administrim, nuk janë. Pra ti nuk e quan drejtësi burgimin e përjetshëm? Jo, nuk e quaj drejtësi. Me gjithë këto gjëra. Po ke dy viktima. Jam plotësisht dakord. Janë dy viktima, jam plotësisht dakord. Por unë kërkova ndihmë, kur është vllai dhe kur kërkova ndihmë. Kjo është çështja. Kjo është që bashkë me Arsenin duhet ketë edhe të dënuar të tjerë. Unë kërkova ndihmë. Nuk është se s'kërkoj, edhe Arseni kërkoj ndihmë. Të lutem, po në gjykati keni çuar si prova ju këto nëpërmjet avokatit që ke kërkuar 30 janë vendosur në dosje të gjitha, por nëse është bërë administrimi apo jo i prokurorisë mbi këtë rast, ne nuk di të them, sepse po për sa i përket armbajtjes pa leje, sepse ajo thotë ka pasur me leje. Armë me leje, në kohë që vendimi dhënë nga gjykata është vetë bërë për 3 vepra, kualifikimi është bërë për 3 vepra penale, e cila është vrasje me dashje, kundër 2 ose më shumë personave, vrasje me dashje të familjarëve dhe armbajtje pa leje. Në fakt nuk e dim nëse zotëria e ka lejen apo jo, për sa kohë që gjykata e ka dhënë vendim dhe ka kualifikuar, do të thotë që nuk ekziston ndoshta leja ose e ka mbaruar, duhet parë ndoshta dhe afati në dokument. Kështu që nuk di të them për sa kohë që nuk kemi zbardhje vendimi, sepse duhet arsyetuar dhe vendimi dhënë nga gjykata. Nga ky dokument dhe nga kjo dëshmi është me leje. Është marrë, si është marrë arma me leje, duhet pastaj gjykata ta vendosë ka qenë vetëm një sekondë apo edhe jo. Na kalo pak nëse ka një periudhë vlefshmërie. Po. Periudha e vlefshmërisë mund ta lexojmë aty? Jo, nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Pra, do të thotë që arma ka qenë me leje, ndërkohë në arsyetimin e gjykatës me burgim të përjetshëm për veprën penale dhe klasifikimin që ti thua armbajtje pa leje, nuk qëndron. Nuk qëndron për sa kohë që këtu nuk ka një afat në të cilin zotëria nuk do të dispononte më lejen. Këtu nuk ka, ka thjesht një afat i cili është marrë në 14/8/2020. Po. Kjo është dëshmia e cila është dhënë përse përket zotërisë. Po. Në fakt... Gjendja e rënduar medikamentet, basi është me të shoqen autori, është marrë parasysh gjendja e rënduar... Atëherë, për sa kohë që ne kemi një vendim, burgim të përjetshëm, nuk është marrë gjendja e autorit, i cili ka bërë... Po, nëse do ishim marrë kallëzimet, gjendja e autorit, normalisht do ishte burgimi përjetshëm. Dhe normalisht do të ishte dhe cilësuar që për shkak të gjendjes së ngarkuar, zotëria duke qenë në gjendje të rënduar ka shkruar. Tani nuk e di, do të presim arsyetimin e vendimit të dhënë nga gjykata shkallës parë. Deri në këtë moment nuk është bërë. Gjithsesi, gjykata e apelit, në momentin që do të vendoset që të bëhet apelimi, ka vetëm 3 mundësi: të lëri në fuqi vendimin e shkallës parë, të ndryshoj vendimin e shkallës parë, ose të kthejë çështjen për rishqyrtim. Dhe kjo ndodh vetëm në momentin që nuk ka pas administrim të provave kyçe, ose në momentin që kemi shkelje të rënda procedurale, gjykata e apelit mund të vendosi ndryshimin e masës, rikualifikimin e veprës dhe ndoshta nga burgimi përjetshëm shkojnë në 35 vite burg, që është maksimalja, dhe ndoshta dhe të bëjë dhe rigjykimin e çështjes. Duhet parë se si do shkojë çështja në apel.
Kështu që në qoftë se gjitha këto fakte dhe prova që janë këtu në dosje, që janë paraqitur nga avokati dhe shmit tuaj nuk janë administruar, për mua këto përbëjnë vepra kyçe ose prova materiale kyçe për dhënien e vendimit. Gjithsesi kjo do parë në vazhdimsi në gjykatën e apelit, jafton që zonja Kadria ka thyer heshtjen edhe për herë të parë. Një ngjarje, faleminderit të Xhen, një ngjarje shumë e rëndë Lindita në aspektin e një nëne emocionalisht çfarë ndjeve. Së pari ngushëllime në zonjës, do flasim pak për Arsenit, për sjelljen e fundit, që sot ne jemi këtu. Nga gjitha studimet e kryera në psikologji, në sociologji dhe gjithandej me anë të matjes vetë raportimit të gjendjes, gjurmuar nga tiparet themelore, primare, që nuk përfshin sjellje antisociale, agresive, por vetëm një karakteristik e mos ndjeshmërisë së momentit në të cilën ai është ndodhur. Dhe kjo krahasuar me gjinin femërore, tek meshkujt kjo është vetëm 1%. Dhe më shumë është tek sjellja femërore, e cila në këtë rast është zonja e ndjerë, e cila s'ka treguar përgjegjshmërinë e të qenurit gjini femërore e para, të ndante do më thënë të dy, se në këtë rast ajo I ka pasur të dy vlezër, se dhe vllai I burrit të shërben si kurse vllai. Dhe për Arsenin duhet të them, vetëm këtë duhet bëjmë faj, mos ndjeshmëria e momentit e ka çuar këtu. Por mbas kurrizit të Arsenit, që ka një fabul të cila asnjë rrugë nuk e çoka tek Arseni. Dhe për të pasur atë klasin e krimit, kjo është një gjë që të ndaj pragun, të çon tek ajo klinikja. Duhet kesh klasin që të mos të çonte tek klinikja, por e çojnë në këtë prag. Tani do flasim dhe për fëmijët e tyre, të cilët ju jeni e kam ndjekur dhe në media, dhe di shumë mirë kjo është rruga që unë përshkruaj çdo ditë dhe më shumë. Si të duket në lëvizjet? Tu ke lëvizjet duhet të ndalojmë. Kam parë në media, tani duam të flasim pak për fëmijët. Juve marrëdhënien me fëmijët e djalit të madh nuk I keni të ngrota dhe thatë që dhe përpara nuk I kam pasur. Dhe thatë që juve keni kërkuar që ata fëmijët I merrnit juve në shtëpinë tuaj, por nuk u realizua pasi unë mendoj se gjykata ka parë më të arsyeshme moshën e tyre, të krushqive tuaj. Por jo se kjo do t'ju pengoj ju si gjyshe takoni ata fëmijë. Ju mund të shkoni, unë ju rekomandoj dhe mund t'ju mbështes dhe t'ju shoqëroj, të shkoni te shkolla, duke takuar drejtoreshën dhe psikologën dhe ju të takoheni. Ose në të kundërt, nëse ato s'pranojnë, ju të përmbërësi shtetëror, duhet shkoni me këtë dosje dhe përsëri përcaktohet një punonjës social ose një psikolog të shoqëroj për takimin. Ju duhet të shikoni, takohen fëmijët si jetojnë. Pra, neni 222 e kodit familjes dhe jonë që gjyshri të kenë takime me nimrit dhe me mbesat. Gjithë të drejtën. Këtu kusat juve, zonjë, e bëra unë, se tha vetë Krushku, ta unë ta se ka penguar edhe të shkoj të takojnë në shkollë, tha. Po. Në shkollë ta kanë numër telefonik të janë dhe në rregull. Po dhe gjyqtarja, në asnjë mënyrë, tha, shkolla tha ka rregulla. Është vërtet. Pikrisht. Dhe unë nuk kam tentuar të shkoj të bëj gabime. Shkolla ka rregulla, por mundesh me ligj jashtë ambientit ti presësh. Po nuk të takojnë se kur kam bërë takimin me psikologen. Do të realizoj me përmbarësi shtetërore. Do të realizoj me përmbarësi shtetërore. Mbaroi gjykimi dhe mu dha 2 herë në muaj takimi. Dhe thanë, në vendim u vendos që do t'i çonim fëmijët njerë për trajtim. Tani ai e ka çuar Krushku në apel dhe unë pres kur dale apeli. Po ndoshta apeli ka folur dhe ju nuk jeni në dieni. Jo, jam interesuar se unë e kam quar, do më thamë. Po njoftojnë ju me fletim. Je njoftuar? Po interesohen gjykatën e apelit se ndonjëherë nuk vjen edhe njoftimi. Er pas here interesohen. Se del me shpallje në gjykatën e apelit. Jo, er pas here njofton. Vetet, interesohen. Dhe nuk ka ndodhur as, pra gjykata e apelit pret edhe dënimin e krimeve të rënda, edhe për Arsenin. Po. Të hidhet poshtë ose të mbahet në vendim ose të rikthehet burgimi përjetshëm, por nga apeli ti pret edhe takime me fëmijët. Nuk ka më kohë sot, t'jap fjalën që ne do rishihemi edhe një herë tjetër. Dhe pastaj të fundit që ta them për sot. Ta mbyll. Ju lutem. Në mesazhe që thoshte djali nuk jam unë,
ne i kemi nxjerrë me detektiv privat se shteti kibernetika nuk qenë në gjendje të nxirrte. Dhe prokurori në çështje ka dorëzuar 2 telefona në një kohë që thot në dokumente kanë qenë 5 a 6 telefona. Pra, dikush ka vjedhur Facebookun e Arsenit dhe nga Arseni... Edhe këto thonë vetë, ka rrezik të na gjejnë. Do bëjmë postime të rrezikshme, i thotë Pjali. Është mirë ta mbyllim, i thotë. I thotë e shoqja ta mbajmë dhe ca, të shpifim të dhejmë fjalë të pista. Qartë. Dhe vazhdojnë këto me gjithë këto mesazhe. Qartë, zonja Kadrie, do kemi mundësi se më duhet ta mesazhe morali që janë shumë të rënda, që nuk mund të thuhen, jo të thoj djali për nënë, për babajnë dhe për vlajnë. Qartë. Nisa ta në detajet të Mbyllë Lindita se më duhet ta ndërsa, për pjesën e Arsenit ju akoma s'keni mbaruar me gjyqësorin dhe akoma dhe gjyqësori nuk shprehur aty ku duhet. Ju tashmë duhet I rini sa më afër Arsenit dhe fëmijëve të tij, sepse të gjitha rruga dhe fabula që ju sapo thatë në këtë studio, të qojnë se Arseni ka qenë themelusi I biznesit. Dhe ndihmesa e parë dhe krau I djathi vllajt. Tani, nuk e di është dhe një shprehje që e popullit tonë që thotë që sheri ha kok njeriu dhe ai që kërkon t'i bëj gropën tjetrit, gjen gropën e vet. Por tashmë neve këtë plag duhet ta shërojmë. Dhe këtu jemi në këtë studio për të shëruar plag. Nga unë, nga Visi, nga ju, nga avokatja, gjithmonë jemi në ndihmë të familjeve të qytetarëve tanë. Falenderit dhe juve dhe për gjithçka. Lindita, falemderit Gjen, përpara se të falenderoj zonja Kadrie, te kamera përballë teje, çfarë do t'i thojë 3 fëmijëve të Dritanit dhe të bashortes së tij? Bashortes? Është ndjer pra, 3 fëmijëve të Dritanit dhe të bashortes së tij, se janë edhe të fëmijët e saj. Kam kërkuar dhe në gjykat, që I lutem edhe tjatit nuses. Ju lutem, një mesazh vetëm për 2 mbesat dhe nipin, të lutem. Që nëna I dua shumë dhe nëna s'pres që t'i takoj. Dhe shumë shpejt. I do shumë. Shumë. Inshallah. Unë shpresoj ta keni marrë këtë mesazh. Unë ka qenë besë para jo në shtëpi që keni bashkë, pas me çoqin e bashkë më. Edhe ajo është 16 vjeçë sot, është në një moshë shumë delikate. Unë e kuptoj që ti je në gjendje shumë të rënduar emocionale. Nuk e di a merr ndihmën e duhur apo jo, por ndihmë të duhur duan edhe 7 fëmijët e Arsenit, se dhe ata janë të pafajshëm në gjithë këtë histori, por edhe bashortja e ti njëkohësisht më të pafajshmi në gjithë të histori janë 3 fëmijët e çiftit që u ekzekutuan nga ana e Arsenit me 30 gusht të 2022-shit, I jap edhe një ngushëllime të drejtë për drejta 2 prindërve të zonjës, por dhe 3 fëmijëve të çiftit. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq, ne do kemi edhe një emision të dytë, shpresoj që deri në emisionin e dytë të kem bashkëpunimin e gjyshërve të këtyre 3 fëmijëve. Vajza e madhe e çiftit është 16 vjeç, siç tham, në një moshë shumë delikate, është fëmia e parë e familjes Muskurti, zonja Kadrie tregon edhe se si e ka përjetuar ardhjen në jetë të mbesës, por po kaq të dashur janë edhe 2 fëmijët e tjerë, motra dhe vllai 16 vjeçares, prandaj nëse po e ndiqni këtë emision drejt për së drejti, por pas pak do hidhet edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, mund të kontaktoni emisionin me zemër të hapur, I keni të gjitha mënyrat e kontaktit me ne dhe t'ju vëmë në dispozicion edhe numrin e telefonit të zonjës Kadria, apo mund të merrni në telefon gjyshen tuaj për të dëgjuar zërin edhe për të lënë një takim, nëse ju do ta dëshironi. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim, bashkë do shihemi në të tjera tema dhe me të tjera emisione.